Mungesa e investimeve në fshatra ka bërë që gradualisht ata të braktisen pasi banorët nuk e shohin të ardhmen më aty. E njëjta situatë ka ndodhur edhe me banorët e fshatit Fershkopet në Milot, edhe pse fshati ndodhet shumë pranë rrugës së Kombit, mungesa e urës ka detyruar banorët e saj të largohen nga aty. Jashtëkamras banorët thonë se janë lodhur duke kërkuar investim për këtë urë, e cila në fillimet e saj jo vetëm ju shërbente atyre, por edhe xhiroheshin klipe në të. Ura lidh disa fshatra me rrugën nacionale Burrel-Skura, jo vetëm Fershkopetin, për shkak të afërsisë që kishin me të. Ajo është ndërtuar nga një fondacion i huaj rreth 10 vite më parë, por prurjet e mëdha të lumit të madh si pasojë e hapjes së hidrocentralit të Shkopetit e dëmtuan. Bashkia Kurbin jo vetëm që nuk e riktheu urën ashtu siç ka qenë, por e ka lënë të degradohet në këtë mënyrë, duke e kthyer në një urë relike, por edhe të rrezikshme për ata që guxojnë të kalojnë nga njëra anë e lumit në tjetrën. Tjetër shqetësim për banorët e Fershkopetit është edhe mungesa e aksesit për të shkuar tek varrezat e fshatit, të cilat ndodhen pranë rrugës nacionale Burrel-Skuraj. Ata duhet të dalin në Milot për të ardhur deri aty, edhe pse distanca në vijë lineare nuk është më shumë se 500 metra.